babi ka punu arsimtari gjuhës shqipe, në kohën veç kur ka punu, u largu gjithë punave, kam punu pa paga, pa rroga, nuk kena pas të ardhra, babi për shembull, mase u kthy pe mësimit, u dash me punu ose me shku në mal, me prej dru, ose me punu arat, për më na i siguru neve shkollimin, jetën, gjitha këto, po kena qenë shumë të lumtur, që kjo ka qenë shumë interesant, me kthy me kohën e tash që janë gjitha të mirat, dhe prapa në kohëmi, për gjithçka është e pa kuptim disi. Interesante dhe kjo kur baba ka shku, domethënë me nxjerr. Po, u dash me punu pa tjetër edhe jashtë profesionit për me mbjetu. Si çdo profesion, para luftës, për shembull, kohën kur veç jënë largu me masa dëmshme, prej shkollës, prej fakultete, prej gjitha, domethënë ka qenë kjo, aja ka qenë një periudhë pak më e vështirë. Këtu jam një mosh diku në 10 vjeçare, ndoshta. Kom qenë të dajtë në fshatin Krani Del, komunë të Kamenicës, ku i kom kalu 3 mujt veror, pushimit veror të shkollës, i kom kalu të dajtë. Edhe kam pas problem prind me më kthy në shtëpi. Apo ha? Po kom nejt tepër shumë. Këto gjë me kuptu që ke qenë shumë fëmijë i dashën edhe atëherë. Qysh sot nuk din as me majtë i natë, as me bajtë. Jo, absolutisht, s'kena kola, bashkë. As me, domethënë, gjitha i merr me shumë sportivitet. Besoj që ke qenë edhe fëmijë i vogël, kështu? Jo, pe fëmijë kom pa jetën, nuk ashtë edhe karakteri njerit, po edhe e kom pas fatin kur shkojsha te dajtë domon që të mosh. I kom pe 4 vjetë, 5 vjetë, pastaj kom vazhdu edhe gjatë shkollës, 3 mujtë verë kom nejtë të dojtë, se dojtë e kam pas një hodë dvora. Rrishe mandetë. Edhe me qiftelia, muhabet, që shukon këtëre herë, edhe ju pjek pak para kohës, dhe kom nejtë shumë me njerëz me bura, me njerëz ma djetër, i kom dëgju, për shembull, edhe kom marrë jetën pak ma qetë. Edhe si tip. Po, jetë, domethënë i merr me shumë sportivitet edhe ku di çka më ndodh. Thëm, çdo sen do të më marr 5 metra larg zemrës. A ke pa hajrin kësaj që ti ka ti qetë edhe ka ti i arsyeshëm e tjerë. I mojnë aty askujna, nuk çdo ditë kur bi me fjet në gjumë ja bëj halal çdo njeri, çdo sen, edhe çdo ditë kur çona pe gjumit prapë ja bëj halal çdo sen, çdo njeri që më ka bëu mirë keq, s'ka lidhje. Muhamet, lasim për studimet. Po. So ka qenë e vështirë kjo rrugë mandej, me gjitha këto... Po, mu ka qenë, po këthejnë edhe pak të shkolla e mesme, domethënë ka qenë koha e luftës, kur mu më ka zonë klasën e 8, në fund të përfundu klasën e 8, më ka me në gjyst, edhe pas taj, pas këthimit, pas luftës, e kom vazhdu gjysmë vjetorin e 2 klasës 8, edhe shkollën e mesme. Domethënë që ka qenë pak periudhë, kur i na gëzu mas shumë të se veç shtum, o shliru Kosova, edhe shkollën e mesme kom kry në gjimnaz në Gjilan, kom kalu mirë shumë aty, pastaj vendosa më regjistru në fakultetin e artëve në Bega Aktrem, ku për 2 vite razi nuk u pranova, ka qenë atëhere profesori Faruk Begolli, edhe kandidimin e parë që kom bo, po nuk po ta fat ka qenë konkurenca shumë e madhe, ndoshta nuk kom qenë aktori mirë, nuk e di. Arsyetën edhe këtë ere? Nuk mujmi me... Edhe pauzova atë vetë, nuk konkurova absolutisht kërkon tjetër, se kom dash qatë pjesë, qatë drejtim. Pastaj, lëvel me cekë që prej gjatë gjithë shkollës mes me dhonë kom punu në televizion, kom punu në TV Valin e Gjilan edhe TV Men, një në 2 televizione lokale. Që gjatë gjithë shkollës mesme kom punu aty, kom pas një emision titullu Të qeshim së bashku. Edhe kom pas në musafir që shtu si ti. Për atë kohë, dhe më thonë, u konë... A humoristik është konë një emision? Po, ka qenë humoristik, satirik, edukus. Pas gjithë, në morë në atë kohë me problemet e kohës, në thirë musafir në studio, ka pas telefonata drejt për drejta. Dhe më thonë, kur qytetarët kënë inkuadru edhe kena bisedu, që për atë kohë ka gjithë sfida.
Se tash teknologjia, për shembull, me ço dikush eliminon me kohë, Pa ka rëndësi. atëherë ka un problem. Edhe kjo për mua personalisht është, domethënë nuk çon pesh kur gjanja se Absolutisht. nuk muj, domethënë me na dorë shkrejt. Që kjo është e bukur, këtë jetës për shembull, me po njëri realitetin, me jetu në realitet edhe me marrë dhe senet e mira dhe të keqet për jetës, edhe me menaxhu, që kjo është. Domethënë pe vitit 2099 e kom bën një program për vitrit, domethënë më herë mas luftës, në të Vali, ma pat mundësu pronari Hyseni. A domethënë nuk është se ke kry gazetarin, po Jo, atëherë kom qenë, faktikisht me artë jam kanë pej klasës 2 të kyqën në orë letrare në ditat shkollës. Okej, kom daj. Pastaj për klasës 5 të erin 7 me profesorin Bejtush Kastratin Hogasht. Po i banë emrat me në krejt. Po jetë, jam kanë organizatori ditës shkollës bashkë me mësusin, se po këthejmi ka pak prapë mbrapa, po na metëm pa i cekë dhe sene që janë shumë më rëndësi për jetën temë dhe për mu. Kjo më ka animu shumë, pastaj më kyqë në televizion, punu, ku më punu deri në vitin 2003 ose 2004, më zgabofsha, kuve që e kom përfundu shkollën e mesme, në 2003 kom diplomu në shkollës mesme, pastaj ju më angazhuem në Prishtinë me një organizatje qeveritare, që ka qenë e themelume për i djelë të Kolgecit Fere, ka pas emrin. E kom qenë, po thuj se bashkë themelus, edhe kom qenë sekretari i organizatës për disa vite që më kanë ndihmu shumë gjatë kohës studimeve, më thonë se kom qenë pa punë, pas edhe e falemderoj publikisht organizatën edhe djelëtën që kom qenë shumë, më kanë najtë shumë ofër, dhe më thonë. Në atë kohë, pasi nuk u pranova në fakultet të arte, u takova rasisht me profesorin Enver Petrovci, edhe vendosa me shku private, profi Enver. Atëherë kanë Akademia Arteve. Nëse e kuptohet, do të thonë në një kohë nuk është se e pranoj te ai, dhe manej nuk u pranova në fakultet shtetit, tani kalova, do të thonë privat. Ka ndryshimi, do të thonë. Se nuk konkurova me tjetër kon absolutisht. Pastaj kena i kom kry studimet me sukses kogja të mirë, por rrethonat kushtet për shembull nuk e pash nuk muj me punu në atë profesion, në atë kohë shkaku i kushte financiare, me folë drejtë. Pastaj me 28 nëntor, në 2006, hini një jetën tem një person që më ndryshoj komplet jetën. Hajde kaldon me të që si të malë, si kur fletë edhe sy, do me thonë... Po, absolutisht. Kjo është liria, bashkëshortja eme, ku prej 28 nëntorit 2006 deri tash jena bashkë. Qështë një njoftë? Interesant. Kalzu interesant që këm njoftë, është shumë interesant. Tash se më shojnë mes marë. Ka qenë një vajzën e halës të lirisë e këm pas shohë, që edhe në atë konë nëse manë me në lapë se ditë do të me mojtë me në messengerin që në konë. Po. Edhe ajo qika halës lirisë Ania, cilën e përshëndes, e pa qitë një foto me lirin. Edhe për vetë, thash, kush është që kjo qikë? Tha qika halë, qika e dajë si rake e më pos. Thash, a ka frajer, tha jo, thash, pisodit logarit e qika. Edhe për që ditë ka pos teri që thash teri sa.